Jorge Messi, babai dhe agenti i yllit Argentinas Lionel Messi, ka vdekur të premten mbrëma në një klinik në Rosario të Argentinës, raportojnë mediat argentinase duke i refertuar Infobae. Sipas raportimit, Jorge Messi ndroi jetë rreth orës 22 në moshën 68 vjeçare, pas një sëmundje të gjatë me të cilën ishte përballur. Jorge Messi ishte një prej figurave më të rëndësishme në karrierën e djalit të tij, ndërkohë humbja e tij përbën një goditje të madhe për Lionel Messin, me të cilin Jorge kishte ndarë jo vetëm lidhjen baba-djalë, por edhe një pjesë të madhe të rrugtimit profesional që e shndërroi argjentinasin në një prej futbollistëve më të mëdhenj në histori. Në qershor, familja Messi kishte kërkuar privatësi dhe kujdes lidhur me gjendjen shëndetësore të Jorge Messit, pasi në atë kohë qarkulluan edhe raportime të rreme për vdekjen.